Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish së bashku për të komentuar një ngjarje që në fakt po ndodhen brenda shtëpisë së Big Brotherit. Alba Pollozhani në qendër të vëmendjes, Lim Hoti në qendër të vëmendjes, Bia Khalifa në qendër të vëmendjes, por më shumë në qendër të vëmendjes, Dolce. Hyrja e Limit me patjetër që ndryshoi rrugtimet, të trazoi ujërat brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosovës. Por, siç duket, nuk do të ndodh ajo që ne presim. Ne presim që Limi të ketë një moment që do të flejë me Bien, sepse të paktën kështu e lë Bia që të mendohet, veprimet e Bies, lëvizjet e Bies, t'i japin këto lloj mendime. Në anën tjetër kemi Alba Pollozhanin e cila po shkatëron veten e saj nga vuajtja dhe nga dhimbja e dashurisë, që do të thënë në pamje të parë të duket krejtësisht një telenovel turke, dhe në radhë të tretë kemi Dolcen e cila po fillon që të ndërton një rrugtim brenda shtëpisë së Big Brotherit me Limin. Tani është për t'u befasuar, Dolce ishte banorja që ndërtoi rrugtimin me Edin, dalin ato fjalët e mia që unë i kam thënë, sepse kam thënë që Dolce Edin e përdori vetëm për ta patur çadër brenda shtëpisë, që do të thënë ajo të mos të lodhet, ajo ta krijon ambientin, ajo ta krijon rrethin, ndërsa Edi të jetë ai zëshmi, ai problematiku që Dolcen ta fuqizon. Ndonjëherë gjërat nuk i arrin me të bërtitur, ndonjëherë gjërat nuk i arrin me të qenurit dominant, gjërat i arrin edhe me qetësi. Dhe pikërisht Dolce me qetësinë e saj, me pozitivitetin e saj, me mençurinë e saj, po arrijë që të merr edhe vëmendjen e Limit. Krevatet i kanë shumë afër njëri tjetrit, do të thënë dashuria me Edin u harrua. Tani fillon rrugtimi i ri. Limi ka syrin tek Dolce, gjatë natës përkëdhelin këmbët, kanë shikimet, flenë të dy në të njëjtin orar, flenë të dy në të njëjtën kohë, dhe siç duket mashkulli preferuar i ëndrave për Dolcen është Limi, dhe kjo gjë siç pritet edhe mund të arrihet brenda shtëpisë së Big Brotherit. Në fakt do të jetë një dramë vërtet për Albën, nga që Alba nuk e shikon këtë pjesën që të keqen më të madhe nuk mund t'ja bën Bia, por të keqen më të madhe e ka nga ana tjetër, do të thënë këtë nuk e ndjen, nuk e ndjen sepse psikologjia e saj, mendja e saj është vendosur vetëm tek Bia, por Dolce po bën një rrugtim shumë interesant që do të merr një vëmendje jashtëzakonisht madhe, si mendoni ju?